Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit. Selamun aleyküm aga Nur. Aleyküm selam. Shta pak. O dolla, s'ko ke punë sot bre, nisi ndo këtë dol pak më herët dol. Ja, sot e kom pas lirë valla. Shta, që shia, je mirë? Elhamdulillah, mirë bre, mirë, shumë mirë. O dull bre, i bekum i shkoj bre. Ja. Lumjaj që një non. Valla be, kena mazana e kura kanë manë të zetë. Shti ma flat. Smirët në shqiq. Po. O dull bre, gjallemi nisi. Apo më unë, aja. Po e, mirë. Munohet e na i ka pash. Po. O dull, apo mund më bëj i darë me qatë rokësha, pa ta jep gjalli e bre, ajo. Po e bacinur, mirë vështë. Hargjimet në dojnë nuk kam. Kërë nuk kam që me shkuti kumë. Mirë është, ja dalë, mirë është. Si dhe, meri që ta fëmive bilio dishka. Meri. Po mos e bacinur se më gushta kështo. Meri, fëmive bilio dishka e. Kema se para merë kërkullja, se nisi që, a u bo. Hec. Po ndërë, zoti se vapë. Hec të edi unë, hec. Amin. Be grujeve, Po. Pa zorin ke pas mu që qarqerët të ja. Pa e zbe pa shalbani. Mirë e bona një kombinim të mirë e bona valla. Logaria më ka dalë ma mirë se me kesh me pas shqit. Po dhe? Jo, mirë, super. Jo, s'mujmë pak nështë abonona se sot bashkë se kam atë punëtorin këtu. E do të me nejtë ma vonë. Pe shafën i funit që apë një qejtësin e dhajta, jemi është, qëka të du bëjnë. Hajde qa, hajde. Baba u lodhe. Që e baba. Inshallah Zoti ka bëllë. Amin. Baba ti kryja ato në alaja se dojmë ke kryja. Po. Dja e pata qatë farë krize, po sot ma mirë. Shqyqër, baba. Ba, ke folë me nise na kish pas për na, jo? Po, para se më orë ti fola pak me ton telefon, tha, e kish pas një kompenzime, ma mirë i kish dollë logaria se me pas shqit me kesh. Elhamdulillah. Bre. Inshallah Zoti e lëzon në rrugë drejtë. Më dhimët bre ideal. Gjithë pjetë pason një bre. Me boharam, vetë me boharam. Qa me bo bre bab? Ty bedho në bol për foli, po më do këtë që hitë së shtu marrë vesh. Po, ja. Moj nuse. Që shkoj i bekom me. Shka na qëtë neve që agjeru? Bileshi jumë knatësia. Pa atë knatësi, kur kush se ka si kur na, oj, bia jeme. Qa është të është vëlloj, bab? Inshallah veç e u dhëzën zotir, del në rrugë drejt edhe aj. Inshallah. Koleg, pa tjetër e kemi, këtë javë kemi 2 pika shumë kryesore kemi. Okej. Unë e ty ka me talonën,
Ketreon, ti Ketreon e di shumë ma mirë. O, ka vizbeki. Po. Këto shkajnë këto me pika tuqe, këto kitë përcede, këto s'kime nevoj kur gjo me bone. Kurse unë ka me shku të ky tjetëri këto. Mirë po. Të ky qka ma kryesore, kja pika ma kryesore, do të me shku mja marrën, i ka do kjera mja konfisku. Në rregull, vazhdo. Atje kemi pa tjetër. Ata bilet sot shkeq, sot me shkue. Shkojmë, U kri po. Inshallah me fat. inshallah. Hape, kryte tja? Koden e kryta ndrimit. A s'ke baj për këtë gejlën me këshira? Jo për vllai, ta për nesër, jo për sot. Këshire, vli vet pak nonën një ka isha ti. Ven mështeria me këshirë kere, ti veç i selësh ma. So vla, thuj, kjo s'ka përdor, kjo treja e kena qitë 2025 guma, më zhallnoju pak. Këshire, si ta ekmin, ti jap një 20 euro pak shesh i ki. Jo be vllai, inshallah veç ki punë se problem. Ti ke investu këto vllai, jo une. Unë kom investu, po këto pare s'm kanë ropi qilës, më unë kom punu për me investu. S'kom flejtën, o do ma qenë. Hajde, hec. Hec, hajde nesër më së vëno. Qërë nesër qatë ha. Shkot në ma mirë, unë e prit gjatë njerit veret. Pa kur s'ka order është ja thove nesër kam ardhën. Pa një e prit, baba ki bati shmat, helbet që i vetë thiri une. Pse ti përmen ato 20 euro në shteti, kime prit të kime flejtë. Hec se venaj. Jo me përra, këtë shpërune e asaj, veç inshallah ki punë me ma, se ti ki punë qera për të ta. Jo, kam se më thene në fakt ama. Me ba me ardhë. Pa? Ose dikush jetër se thërëm, qëti për 5 minuta këni parja. E pa në të pritit të zyri, a ba? Të zirë edhe unë e ri, o vlog, shirë pastro diçka në kërë. Pastro t'i kundi, e pa një vesh në prapër, a e Bine shiri. guma në diçka, hajtë. A me vazhdo ndrimin, hajtë. 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 Ti cili gjus kem ri, o babë? Po, babës, po, që dhe pak për biti se kam rriti 27 gjus. Që begjarin, sa ledzova pak Korane, thasht pëshoje der ka pazari. Qërova ma të lezu Kuran dhe... Qfar të bjeve i të pasëve? Merve lezën aj libre, o ti. Lezëve naj libre, vile, mësove naj sen që e kupton naj sen për trënin tanë. Qa merve vesh arabishti? Ty pistik far. Po dhe qla? Po birë, njeri me ty e s'pëlli se sha me bo. Goka, Fol. Goka, do t'a pagujmë zeqatën o birë, e ardhën dita, tu afrum. Pagujeve pra ti për veti. Pa e ty mërsa pasunin e kena për unë. Me ime me matë ashtu në 4 kereve va paguj të vanën ma të pare. O e nesë. Ose në gjuna se jetu e të pru. O birë, gjithë këtë pastërmi që e kije, ma babës, pastre e pak vete, nëse qabësh me pastre, o djalja. Oba, kërkosh mu gjithë këtë pasuri që i të thonë që e pas këna unë, s'ma ka prunë të fletë edhe kur të më ka datë gjumi si këm pa për mi kriju në parët. Po vetë, ju më shtërngu edhe këm fitu. Kërkosh mu të fletë mi ka prunë. Pa diçka se unë erda kështë të përshoj, të relafsona, jo, po t'jap një 50 euro, bolli ti, shko për to. O e nesë mos e të pra. Mire ka nusja. Pa e di se sa dukat ka veç nusja, biznisi jatë sa është, o djalja. Mua mëre je 50 qati, nga mu. Mos mu pek veç i shto bab. Shkaj të plejz blot, ju thashën e t'jap 50 euro qoj ku dushti qoj. Ma shumë mos prit mu. O e nesë. Me no bre qka i tu full mu su gotë, me no. A fërtit, s'kam qka me nona, bile ti m'jef më mirë se baben. Ti m'jef më mirë se baben.
Se kim do se të marrë vesht. E di që 30 herë të ma përmen pi punës në ku marrë, jam mërdit, ki mu ka pikshti. Tut në bërë. O, le, pja pitnijave, unë e paguj së qati. Që është të jabojni? Qajti një 8 euro, që është 2.000 dhëmë ty? Që ka po thuve, në këtë për që tërsen erda këtu. Këtë për që tërsen erda, edhin me gruin, me fol, për një plan që e bon ato artë këne që kom fitu sot mirë, ki... Me shku ka Grecia në 3-4 ditëve? A një Greqi? Po, valla po. Qysh brenis në Greqi Bajrami nga të është? Qëfar tesha lirë? A një bajrami, qëfar tesha lirë kishte? Lej teshat e nes, kena bol, elhamdulillah, prej zortit ton atë mirat i kena burrjem. Po, valla. Se me shpenzu kod Bajrami nga të me bo na i se vop na i diqka? Të net me babën këto, i e bo, nuk e di qka me thonë, edhin, se nuk po thamë që po hinë gjëna, se s'jam të hinë heqë gjëna, ne? Re pra që ate, unë budat të menu për ty, re që ate pa është zotin, het. Hes që ate. Ja, këtë gjallu prapë. O, prapë, oj, bjerë. Hajri shala, bab, hajri shala, Ja. Mirë se edhët ju të këtujt, a? Po, të këtuj. Që shjeti? Mirë që me punë qëtu. Puna apo shkona? Be, hezme pas, kej punëtori jashtë t'ju priteve? Jo, se pa në punëtori. Se zakonisht në jashtë ma shumë me ratë mirë? Mirë. Shqyqir. Gjullo! Apo pini t'i shkabe? Jo. Jime? Unë ma gjëru shumë jemi nes famnes. Me hapa, jam me përçat shqeqerin ere. Insanali. Bema një kakove se jam gjitë diçka. Ma për një dalë, ja, se... Usot me sa problem. I kuptojni do. Edhe? Qka deshta me të vetën e ti? Mora vesh që i kështë pru do shkodat mira dhe na u deshtën për firmën. Nja 7 na u deshtën, 7 kjera. Kush ju ka... Po! A din qka janë? Qevi, da i dëgonë së të thirën. A din qka janë? Veç para 2-3 ditëve, për një 2 ditë besoj që më rrinë plac. Ama po kive këto, ki edhe qëra kereve, më të mira ki të shkodë. Po. Për film skifaj, kjetë njësoj më konën. Po, që me desh mi i marrë në stash ato? A, muna me bo me faktur me i pagujt, apo... Ja vlo, të unë e këshit. Besh se e kom qelin në këtë plac, dhe më thonë, vetëm me kesh pënej. Ej, besove krinë ratë, be vlave, e jep keshin, e merë, e krinë punën, hec. As ti gajle, as une, jo paguj shtetit, atim, jo paguj... Ma i pash, be vla. Ti që sash do me thonën, pa faktura punon, kjo i bjetë që s'ki edhe firmë ti, apo? Qam, do të be vla firme, pse shtetit mi dhonën për shtet me punua. Unë kam familje, be dos, be, jo be qfar ti, jo be... Tash, për një 2 ditë mërinë dhe veni shetë qfar kjerë janë. A po, mirë. Po ti be bac, edin që malin mundet me të konfisku, edin? Kush mundet me ma konfisku malin? Shpirë që këmë dhënë ta njetën me ma konfisku t'i kush malin? Mire ki. vlla. Kishe konë këtë regull, qëtu fjallë që ka i thunë, që ashtu i shkonë. Mirë, po tjetër se në këto puna. Ne jemi që ato që ta konfiskujmë malin. Ma ka da njëve... Koleg, këshire që këtë mërë të qëna me sove, ma veç pa, mos me posh shabdojnëve, posh që këtë Ramazan, veç kena... Koleg, krye puro, koleg, hajde. Hajde, vazhdo. Ky projekt sponsorizohet nga Bismillahirrahmanirrahim.
Allahun e falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata musliman dhe besimtar të cilët mundohen dhe hecin pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikues të nderuar vëllezër dhe motra, na lutim Allahun dhul xhelal që këto ibadete tona, këto lutje tona gjatë këtij muaji të Ramazanit, inshallah Allahu dhul xhelal të na i pranon, edhe gjithë të sakrifica dhe gjithë të mundet të cilët besimtarët janë duke u mundu me agjërimin e tyre, me veprat e tyre, me punët e tyre, me namazin e tyre, edhe me çdo hajrat të cilët ato mundohen dhe e bëjnë, inshallah Zoti që u ban kabull. Duke pas parasysh se Allahu dhul xhelal neve në Kur'an na ka bë me dije edhe për namazin, na ka bë me dije edhe për zeqatin, ne ka bë me dije edhe për shumë urdhna tjerë se si na duhet të sillemi fillimisht me krijuesin ton, me Allahun dhul xhelal. Pastaj kur na sillemi mirë me Allahun dhul xhelal, ai neve na mëson pastaj se si të sillemi edhe me babën, se si të sillemi edhe me nanën, se si të sillemi edhe me familjen, por edhe se si të sillemi me atë që Allahu neve na ka dhënë, çka quhet mall dhe çka quhet pasuri. Momentin që Zoti tyje ta jep një sent, çka quhet pasuri, edhe dikush prej familjes më të ngushtë, këtë rast prindërit, qoftë baba apo nana, të këshillon për një punë të hajrit, të këshillon për një punë të mirë, këtë rast, sikurse na vazhdimisht jemi mundu dhe i kemi këshillu vëllezërit tonë dhe motrat tona, momentin që ti nuk e ke zbatu urdhën e Zotit, ose nuk falesh, ose ndoshta nuk e nderon dhe nuk e respekton Ramazanin, këtë rast, kur ti nuk falesh, nuk e nderon dhe nuk e respekton Ramazanin, apo me fjalë të tjera, edhe atë pasuri që Allahu ta ka dhënën, nuk mundohesh ta pastrosh, edhe vijnë këshillat nga prindërit që ti të mundohesh që mallin tënd ta pastrosh me zeqat, a Zoti zeqatin e ka përmend Kur'an, edhe ti mundohesh ta refuzosh urdhën e Zotit, mundohesh ta refuzosh urdhën e pejgamberit alayhis salam, mundohesh mos i respektojsh urdhnat e prindërve tu, mos të mundohesh që mos ta respektojsh urdhën e babës, ana e dimi se çdo herë baba dhe nona kur e këshillon fëmijën e vet, nuk e këshillon për diçka të keqe, por vazhdimisht prindërit ton na kanë këshilluar për atë çka quhet hajër, për atë çka quhet mirësi, për atë çka quhet begati, për atë çka quhet humanizëm. Këtë rast kur na refuzojmë, atëherë dije se ti ke refuzuar urdhën e Zotit. Momentin që ti ke refuzuar urdhën e Zotit, ju themi ata të cilët neve na dëgjojnë se automatikisht ti ke bërë një gjuna të madh. Pra refuzimi i mos dhënies së zeqatit këtë rast është një nga gjunahet e mëdha, është një mëkat i madh që Allahu dhul xhelal neve na ka mësuar, por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por pas që është mëkat i madh, pasoja tjetër është se e ke edhe dënimin e madh të Allahu dhul xhelal në ditën e gjykimit. Çdo urdhën i Zotit dhe çdo urdhën që Allahu neve na i ka dhënë, nëse ne ja u kthem shpinën urdhave të Zotit, pasojat do të jenë fatale. E një prej pasojave të rënda është me ngarkesën e mëkatit të madh, dije se ti e ke merituar edhe dënimin të Zotit nëse nuk pendohesh. Elementi tjetër është që kur ti nuk e jep pasurinë, kur nuk e pastron pasurinë dhe nuk mundohesh që këtë pasuri çka Zoti ka obliguar jo më shumë se 2.5% ta pastrosh, ta di se vjen koha atë çka ta ka dhënën edhe mundet me ta marr. Pra në historinë islame dhe në jetën e përditshme ne kemi pasur raste të shumta kur njerëzit kur kanë refuzuar prej pasurisë së tyre të pastrojnë, kur kanë refuzuar këshillat e Zotit mos i praktikojnë, kur kanë refuzuar edhe këshillat e prindërve mos i marrin parasysh, atëherë vjen edhe çka sprova më e madhe që mund të sprovon Allahu me marrjen e pasurisë,
me marrjen e bereqetit. Allahu ta ngren bereqetin, ta ngren mirësin, ti ngren begatit. Ndoshta malli do t'jetë, por kënaqësia nuk do t'jetë. Ndoshta malli do t'jetë, por lezeti nuk do t'jetë. Ndoshta malli do t'jetë, por bereqetin vetëm se fillon Zoti me ta marrën prej familjes dhe prej shtëpisë tënde. Por ka raste që të sprovon Zoti me pasurinë tënde, që deri sot e ki pasën, edhe nesër ku qosh mëngjesh, nuk i ke më atë bakti. Për shembull, nëse ki pasën dhen dhe ki pasën me mia dhen, vjen nesër një vërshim, vjen nesër një ujë i madh, vjen nesër një kallaballëk ujq dhe ti hajnë baktit edhe ta shkatrojnë pasurinë, edhe kjo është një sprov e madhe pe Allahun dhul xhelal, kur ti nuk je me Allahun dhe kur ti ja kthen shpinën Allahut, por edhe raste të tjera kur ti ke pasuri edhe qohesh në mëngjes, vetëm se vërshimi, uji, tërmeti, ajo kjo ta ka marrë pasurinë, por edhe mundet edhe ligji dhe shteti me ta marrë kur ti ke fitu pasuri, por pasuria jote, por pas që nuk ka qenën me halal, atë pasuri që ka ti e ke fitu, doshta nuk ka qenën me sendet e lejuara, atëherë vjen shteti, vjen ligji, ta konfiskon, ta merr mallin, e kështu me radhë. Kretë kjo është pasojë që ti me Allahun raportin nuk e ke rregullu, ti me Allahun urdhnat nuk i ke zbatu, ti me prindërit e tu fjalët i ki pasën jo sa duhet mira, edhe ki refuzu dhe je mundue me diçka pak nga pasuria jote ta nënçmojsh prindërin tënd, ta nënçmojsh familjen tënde dhe t'ja gjujsh një 50 euro, t'ja gjujsh një 1000 dinara, se ma shumë se me pak, edhe me thonë, shko ku dush me këto pare, jepi ku dush me këto pare, kjo pare nuk është zeqat, kjo pare as nuk është sadaka, kjo pare as nuk është pare bamirësie, por kjo pare është pare mendje madhësie, kjo pare është pare e qalëmit, që ka ti mundohesh, që a japësh dikujna, kishe menja demek që edhe unë jam duke dhonë, por realiteti është që ti nuk e dhonë kur gjo, por pas se ke bën mëkat të Zoti, do ta meritojsh dënimin të Zoti, edhe Zoti ta ngren bereqetin dhe ta merr atë bekim dhe atë begati që ta ka dhënë. Por atë na lutim Allahun dhul xhelal, që Allahu neve luqet të na i pranon. Nëse jemi në rrugën e gabuar, Zoti të na udhëzon. Nëse nuk jemi ka namazi, Allahu të na i mundson që edhe të falemi, sidomos në këtë muaj të Ramazanit. Nëse nuk jemi nga ata të cilët kemi pastruar mallin, Zoti të na pastron, e sidomos këtë muaj të bekuar, ku Allahu dhul xhelal na pastron zemrat tona, na pastron shpirtin ton dhe na i pastron edhe mallin ton. Zoti ju shpërblet dhe ju nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم